Forca e sigurisë së Kosovës tashmë ka hyrë në fazën e tretë të transformimit. Ndërtimi i kapaciteteve të mbrojtjes ajrore është synimi i Republikës në këtë fazë. Për të arritur këtë, Kosova do ta ketë edhe ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke përfshirë edhe mbrojtjen ajrore, kapacitetet ajrore, edhe fusha tjera për cilat ne jemi duke punuar për të ndërtuar në fazën e tretë të tranzicionit. Qeveria ndërkaq miratoi nismën për marrëveshjen kornizë mes dy shteteve në fushën e mbrojtjes të mërkurën. Pas shtimit të kapaciteteve ushtarake, Kosova dhe Amerika janë dakorduar të bashkëpunojnë ushtarakisht edhe në 4 pika të tjera. Planifikimi i mbrojtjes dhe qeverisja e mbrojtjes do të jetë menaxhimi i resurseve humane dhe menaxhimi i resurseve të mbrojtjes. Ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci thekson se SBA-ja është zotuar përmes marrëveshjes për ta mbështetur Kosovën të antarësohet në NATO. Ndërkaq ekspertët e sigurisë thonë se marrëveshja me Amerikën garanton se faza e tretë e tranzicionit të FSK-s do të mbyllet suksesshëm. Edhe me këtë mandej do të bisedohet apo ato çfarë paralajmërohet, pra të futemi në fazën e partneritetit për pas si fazë kalimtare para antarësimit në NATO. Është i bazuar pikërisht në mbështetje strategjike nga Pentagoni. Një marrëveshje të ngjashme Kosova e ka edhe me Republikën e Turqisë.